Afro 10 ditë më parë, një ngjarje tragjike u shënua në ujërat e lumit Araktos, në Ar të Greqisë. Dy fëmijë të moshës 12 dhe 14 vjeç humbën jetën teksa laheshin në lum, përpos përpjekjes së një shtetasi shqiptar i cili bëri të mundur nxjerrjen e dy trupave nga lumi, sërish ata nuk mbijetuan. Njëri nga viktimat ishte shqiptar i quajtur Kleonis Fetollari. Babai i tij, Bledari, tregon momentet kur mori vesh lajmin e kopshëm. Në Greqi mora bashortën edhe ika si familje të punonja. Edhe një ditë, duke ndonjëta pushime do vinje për të parë një punë. Dhe kur u ktheva nga puna që u ktheva, kisha lënë djalin në shtëpi, kur u ktheva nuk e gjeta. Më merr në telefon, o vllam, të më ku e ke djalin? Kur vajta aty po nuk më lanë që tinja të shikoja. Në koma, ndeti gati 4 ditë, 3 ditë, 4 ditë në koma. Nuk dhanë shpresë, doktorët bërën të pamundur. Vetë babai tregon se vendosi që trupi i të birit të varroset në atë dhe familja mori vendim që organet e të birit të dhuroheshin me shpresën për t'i dhënë jetë një fëmije në nevojë. I dhurova për arsye se djali im nuk ishte me jetë për të jetuar. Rita një kokën lart në Zot e thasha Zot. Se zemre djalit thashun të mos jetoj. Ta të verë në trup në një fëmijë tjetër veçëm të ketë jetë, që edhe unë të ndihet të paktën zemrën e djalit ta ndihet gjallë. Çdo lloj fëmijë tjetër si grek, shqiptar apo italian, çdo lloj fëmijë veçëm zemra e djalit të ndihet gjallë për mua tash. Se më pren shpresa që ai më nuk kthehej më në jetë. Familja e viktimës, përpos dhimbjes për humbjen e djalit, tregon edhe gjendjen e rënduar ekonomike ku ndodhet, me shpresën se dikush do ta ndihmojë. Djalin që solla këtu mbi lem e kam thellë, e kam vendosur në shtëpi të Vjerit e të Vjerës këtu në Libani, që aty e kam nxjerr djalin. Se për ato halle vajt atje. Kërkoj ndihmë se s'kam çfarë të bëj, s'kam ku të mundem, pak a shumë shpirti mu plagos, u plagos fell. Edhe një ndihmë dua se s'kam ku të vetem, e vete prap atje prap. Nuk kam më për shembull, si të shpjegoj, s'kam më fuqi që të arrim. Shteti grek ka vendosur që prindërve të Kleonis Fetollarit t'i jap pasaportat greke, një shenjë e vogël shprese mes dhimbjes që ka kapluar familjen e tyre.